Të dashur shqiptar, unë jam betuar që ditën që do gjej origjinën e vërtet të shqiptarëve, do ha vezë para gjithë internetit gjallë. E pra, është dita që ta mbaj premtimin se kam gjetur origjinën e shqiptarëve. Më duket se do mbytem duke ngrënë vezë. Të dashur shqiptar, merrni frym thellë që mos ju bjeri të fikët. Kjo është fytyra e gjyshëve tanë. Këta njerëz quhen Kumzari, janë me origjinë nga Irani, tani banojnë në Gadishullin Arabik në Oman. Këto janë fytyrat e tyre. Janë fytyra aziatike. Prandaj grekët ne na thonin ylliristi me sy çakër. Sy aziatik për atë zot që është në qiell. Ju betohem? A ka zota apo s'ka zota? Çfarë janë Kumzari? Gjuha e tyre është folur në Iranin e Jugut dhe ata janë shpërndar prandaj dhe gjuha e tyre po zhduket. Kanë mbetur shumë pak veta në Gadishullin Arabik. Gjuha e tyre është regjistruar në shekullin e 9 të erës sonë. Në gjuhën Kumzari, dimrit i thon dimistan. Dhe kushërinjtë e tyre, pazent ose pezant, ka kuptimin interpretimi i avestave. Kjo gjuhë është gjetur vetëm e shkruar, gjuha pazant. Ata janë kushërinjtë e tyre. Në gjuhën pazant, dimri është damastan. Ju betohem për atë zot. A e ka ditur Akademia Shkencave të Shqipërisë? A e ka ditur Jokli mbi të gjitha? Majri, Pederseni, që këta njerëz iranian, gjuha e tyre është kopje e gjuhës shqipe? Jo, nuk e kanë ditur. Asnjëri në botë nuk e ka ditur. Si është bërë ky zbulim? Unë gjej në fjalorin e Stefanusit të Bizantit emrin e fisit i lirë Derbanoj. Unë e kisha dëgjuar fjalën Derveni me kuptimin ruajtës i kështjellës, është në gjuhën shqipe Dervenxhi, nga turqishtja. E gjej këtë në shpjegimin e emrit të këlcyrës në greqisht, sepse ka hyrë kjo fjalë nga turqishtja në greqisht. Derbeni do thot shteg midis dy malesh dhe kështjella që mbron atë. Mirë po na del që kjo ka hyrë edhe më herët në gjuhën greke, që në shekullin e 8 para erës sonë, nga gjuha perse e vjetër, darband, do thot dar, si në shqip der, është bërë der në gjuhën helene, si në shqip, fjala dar, dera. Dhe band do thot e mbyllur, shteg i mbyllur. Ky është emri i fisit i lirë Derbanoj. E kam gjetur unë. Askush në botë se ka ditur para meje. E kam gjetë krejt papritur. Tashi është qyteti Derba në Persi, është dhe në Turqi. Kjo fjalë ka hyrë në gjuhën e Azerbajxhanit, Avestanit, Iranit, në gjuhën ruse, në të gjitha gjuhët në kontakt me gjuhën iraniane. Dhe ka hyrë edhe në gjuhën greke të lashtë, fisi dalmat Derbanoj, ishte fisi më i madh dalmat. E besoni apo jo? Dhe është përdorur ky emër në veprën e Apianit. Për ilirët, është emër pers, do thot ata që mbrojnë shtegun midis dy maleve. Ne fjalën Derbanoj nuk e kemi në Shqip, as që e kemi dëgjuar ndonjëherë, po fjala dera e persishtes është dara në persisht, është dera në Shqip. Dhe është der me e dhe jo me a, pikërisht në gjuhën e këtyre gjysmë evgjitëve në Oman. Me syt çakër, aziatik, një lloj siç i ka përshkruar Sofokliu për ilirët. Thon janë syk çakër, iliristi.
nga illos, sy çakër në gjuhën greke, zbulimi im. E tmerrshme. Por historia s'mbaron këtu. Unë kam thënë në disa filma të tjerë që ilirët Parthenoi e marrin emrin nga Athena, Parthenos, e virgjër, ose fëmijët e grave të pamartuara. Ky ishte interpretimi im. Por mbas një leximi të hollësishëm të fjalorit të Stefanosit të Bizantit, ata thonë me hollësi që parthinët janë dhe në Maqedoni, si Fis, Maqedon, edhe në Iliri. Dhe janë parthin. Parthin do thot pers. Në fakt, vajza e Ilirit, Partho, është duali në helenisht, këtë kam thënë në disa filma. Dhe unë mendoja që kjo vjen nga fjala Parthenos, e virgjër. Jo, vjen nga fjala Partha, do thot tokë e shesht një gjuhën perse. Është emër persian. Por kjo fjalë nuk ekziston në Shqip, por në Shqip ekziston fjalët e parthinëve, e persëve, për dimrin. Do gjejmë dhe fjalë të tjera. Fjala zog është një lloj në gjuhën perse dhe në gjuhën shqipe. Kjo është çmenduri. Ka vetëm disa fjalë të trashëguara të gjuhës origjinale perse në gjuhën e parthinëve ilir, në fisin Derbanoi, në fisin Parthini. Parthinët janë quajtur parthin nga shqiptarët. Në fjalorin e Hezikësit Aleksandris quhen Parthoi ose Parthi. Në gjuhën greke ka ndodhur një ndryshim fonetik. Oi në fund të temës së fjalës është shqiptuar i e gjatë, si në latinisht. Pra emri i plot i sakt është Parthi në gjuhën greke. Do thot në numër shumës, parthinët. Fjala parthin është vënë nga shqiptarët, nga ne. Duke lexuar Wikipedian, enciklopedinë britanike, do më thënë i kemi shtuar neve shtesat të shqipes. Në fjalorët helen, kjo është Parthi. Pra nuk ka lidhje me parthinët, me djemt e virgjëreshave. Jo. Nuk ka lidhje fare, por ka lidhje me gjuhën mesape, se në gjuhën mesape, mesapja, uj në mes të ujrave. Apja, uj, është ab në gjuhën perse. Pelazgët, mesapët, ilirët, kanë folur një gjuhë gjysmë greke dhe gjysmë perse. Fjala apja nuk gjendet në greqisht, i thon ujit, vetëm në persisht dhe në gjuhën mesape. Kjo është përtej imagjinatës njerëzore. Fjala dimën, dimistan, është në gjuhën e këtyre persëve, parthëve. Po kjo është çmenduri. Tani, parthinët, në periudhën kur janë përshkruar nga Apjani, kanë jetuar pranë detit Kaspik, pranë Kaukazit, pranë Albanias së Kaukazit. Dhe kjo është e frikshme. Pra grekët thonë që albanët e Kaukazit, për ndryshe parthët, kanë dy emra, ose alban ose parth, kanë ardhur në Iliri. Dhe prova është se në gjuhën parthine i thonë Zimastan me z, por më në jug, persët e jugut i thonë Dimistan dhe Damastan, i thonë dimnit, mëre, e kuptoni apo jo. Ky ndryshim fonetik është vetëm në gjuhën perse, në asnjë gjuhë tjetër të botës. Pra është fjalë e trashëguar. Gjuha shqipe ka vetëm një grusht fjalësh të trashëguara, do ja sjell unë juve të gjitha, dhe janë shumë të ngjashme me gjuhën perse.
Të gjitha fjalët e tjera që ka shqipja, 99%, gati 100% janë të huazuara. Dhe këta ilirë nuk ishin të bardhë. I pat fotografinë vetë. Kërkojnë në internet. Janë më të zinj se sa e vgjitët. Pra, ilirët kanë qenë sklever. Helenët ju thonin dibranëve penest. Penestja ishte vendi më i madh i këtyre fisëve parthine. Në Dibër, ne kemi ndërtuar tempujt, monumentet helene, por ne nuk kemi lënë asgjë të shkruar. Kjo gjuhë është gjetur e shkruar në persi. Pazent dhe pezent vjen nga fjala zend, që ngjan shumë me zanin dhe zanti, që do thot interpretim i avestave. Është gjetur vetëm e shkruar kjo gjuhë. E folur është te këta gjysmë e vgjit në Iran, që kanë shkuar në Oman, në Arabi. Janë përzirë me arab. Kjo ka ndodhur 500 vjet më përpara. E tmerrshme. Dimistan, gjuha e këtyre e vgjitëve, dimën në shqip. Kjo është fjalë e trashëguar, e vgjite, e ilirëve syçakër, aziatik, që banonin në jug të detit Kaspik, atje ku është Albania, pikërisht. Pra grekët kanë të drejtë. Këto fise mbajnë emra Helen, përbuzës, drilon, breuki, vemje, drilon, organ mashkullor. Fjalët më të pista janë thënë nga helenët për këto fise, dhe helenët sugjerojnë që këta nuk ishin të bardhë, ishin gjysmë jevgjë. Pra shkoni sot dhe puthni një jevgë, puthini duart se gjyshrit tanë kanë qenë gjysmë e vgjit. Iranian, e sigurt fare. Kjo është gjuha jonë, gjuha shqipe. Prandaj nuk ka asnjë toponim shqiptar, sepse këto fise ishin fise sklevrish. Nuk do gjeni absolutisht asnjë toponim shqiptar as në Dalmaci, as në Kosovë, as në Shqipëri. Disa janë gjetur në Çamëri, do ja sjell unë. Toponime që kanë ruajtur vetë grekët, por në Shqipëri toponime ilirësh nuk ka. Do më thënë të këtyre fiseve që i thonë dimit Dimistan. A kuptoni apo jo se çka ka ndodhur? Ne kemi qenë sklevër të helenëve. Është e sigurt. Helenët thonin që kjo ishte një racë skythiane, me sy çakër, iliristi, nga Ilos, sy shtrembër. Dolën të gjitha parashikimet e mia sot. Ky zbulim nuk do ishte bërë kur, sikur njerëzit e mi mos ishin tallur me mua, që ti ke bërë fjalorin e gjuhëve indo-europiane në vitin 2004, ti s'ke lexuar Iliadën, ti nuk e di që Iliada është shqip, si që nga Iliada shqip, more, Iliada shkruar në greqisht. Nuk ka asnjë fjalë shqipe aty. Kjo është e vërteta. Por ka një fjalë shqipe në poemën e Odiseas, do ja sjell unë, të pastër. Pra, ekziston populli Pellazgo i lirë, por ishin sklever. Parashikimi im. I falenderit për vëmendjen dhe shkoni dhe puthni sot këmbët e një jevge, se gjyshrit tuaj kanë qenë e vgjitë nga Irani. Është e sigurt.